E Zeza e Leos ndez rrjetin. Pas ndarjes nga Lela, ai paralajmëron diçka të madhe. Prej disa ditësh, rrjetet sociale dhe mediat roz po zihen nga thashethemet për një ndarje të mundshme mes Leos dhe Leles, një prej çifteve më të përfolura të momentit. Fansat kanë vënë re disa lëvizje të çuditshme në rrjetet e tyre sociale, që kanë shtuar dyshimet për krisje në marrëdhënie. Por ajo që ka bërë më shumë bujë është postimi i fundit i Leos. Këngëtari ka ndarë në Instagram një fotografi të zezë, të shoqëruar me mbishkrimin 19, pa asnjë shpjegim tjetër. Ky veprim ka hutuar ndjekësit, të cilët janë ndarë mes dy hamendësimeve. Një pjesë mendojnë se Leo po paralajmëron një projekt të ri muzikor, ndërsa të tjerët besojnë se do të thyej heshtjen dhe do të flasë për ndarjen nga Lela. Komentet kanë shpërthyer në rrjet. Mos po del me një këngë për ndarjen? Ora 19 do sjell të vërtetën. Nuk po e besoj që janë ndarë. Ndoshta është lojë marketingu. Ende nuk ka asnjë reagim zyrtar nga asnjëri prej tyre. Por një gjë është e sigurt, çfarëdo që do të ndodhë në orën 19, sytë e të gjithëve do të jenë te Leo. Qëndroni në kanalin ton për lajmet më të fundit nga bota e showbizit shqiptar.